Hyrje dalja e Shkodrës nga Kopliku paraqitet në një gjendje as pak të mirë, konkretisht në segmentin e rrugës pranë varrezave Komane, jo vetëm që këto varreza me pamjen aktuale lën shumë për të dëshiruar, por edhe kangjellat mbrojtëse në një pjesë të konsiderueshme janë shkatruar prej vitesh nga përplasjet e automjeteve. Për këtë situatë nuk ka marrë askush mundimin të ndërhyjë për riparimin e tyre, as autoriteti rrugor dhe as pushteti vendor. Qytetarët e konsiderojnë të papranueshme këtë gjendje, duke theksuar se kjo pamje nuk i përshtatet as pak një qyteti si Shkodra dhe se duhet ndërhyrë sa më parë si për rregullimin e kangjellave, ashtu edhe për pastrimin e varrezave. Kjo do të rregullohet sa atë me pakush, se kjes janë bë karambolet nërshme e kanë prish komplet rrethimin. Kjo huar të një shenjt që duhet po mbrojt. E murujt se tërp me pakush në këtë djenje që janë sot. Kjo hymja Shkodrës edhe i jep një pasqyrë komplet zonës, në të turistave, banorëve, gjithkuj, është që e kete, po duhet se s'banë. Nuk ka nëjë shpenzim mas rrëfini, po në ndësimi që i bojnë. Me në i sekundë ma parë, qosa njëri në rrallë parë, të kalojnë atë turista. A marrë mi fokus, që i ferrat tjere. Që i ferrat, arratot me ferra. Me ferra, se mojnë jam 70 vjeç. Mojnë 50 vjetë, 60 vjetë, janë arratot me ferra. Jam kanë 10 vjeç, ata marrë me ndikosh, Së shpejti pritet të ndërhyet për rregullimin e kësaj rruge, pas hapjes që bë kursive për shtrimin e tubacioneve të ujit të pishëm në drejtim të qytetit. Ky është rasti që së bashku me rikonstruksionin e rrugës të realizohet edhe rregullimi i kangjellave dhe pastrimi i varrezave për të ndryshuar tërësisht pamjen e kësaj zone në prag të sezonit veror turistik, kështu që do të jepë fund një situate që prej vitesh është lënë të degradojë gjithnjë më shumë, ndonse është pjesë e aksit rrugor Shkodër-Hanihotit dhe Anasjelltas.